Përshëndetje. Sonte këto në këtë video do të flas për lajmin kumbues të mbrëmshëm ku Hamasi nëpërmes ndërmjetësuesve e bëri me dije Donald Trump se e pranon propozimin e tij në lidhje me planin e paqes. S'do mend se siç ndodh tek të gjitha ngjarjet e mëdha ku paraqiten menjëherë së paku dy interpretime kontradiktore mes vete, edhe tek ky rast. Analistë të ndryshëm në botë, nisur nga lindja e mesme, japin vështrimet dhe qasjet e tyre së paku dy anqe dhe krejtësisht të kundërta mes vete. Përderisa njëra palë thot se pranimi i këtij plani nga ana e Hamasit është dorëzim i palestinezëve karshi presionit amerikan, si dhe shpërfaqje e lodhjes në luftën e tyre të fundit afër 2 vjeçare, pjesa tjetër thot se kjo është një fitore e madhe e palestinezëve, një triumf i Hamasit dhe një dështim i rënd, sidomos i administratës Netanyahu. Mendimi im personal, cilin dua ta them këto që në fillim, është se parashikimi se çfarë mund të ndodh, implikimet e këtij vendimi të Hamasit, parashikimet rreth tij janë shumë të rënda. Më shumë i takojnë botës konspiracioniste sesa prekin fakte mbi të cilat mund të krijohet ndonjë teori e mundshme. Vetëm guximtarët, t'i quaj pa tavan mbi krye, po janë të guximshëm të japin prognozat e tyre, bile konkludimet e tyre përfundimtare në lidhje me rastin. Deri më tani asgjë nuk dihet. Krejt çka dihet është se një draft i këtij plani ishte paraqitur liderëve arab dhe islamik në takimin e tyre përgjatë derisa po mbaheshin seancat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dhe se më pastaj ky draft pason ndryshime rrënjësore dhe me këto ndryshime i paraqiten opinionit. Ndryshime natyrisht në disfavor të palestinezëve dhe në të mirën e Netanyahut. Kur them se asgjë nuk dihet, unë i kam parasysh 2 pika kryesore, cilat dua t'i përmendi këto. Nuk dihet, sepse palestinezët gati 1 shekull po luftojnë për ta bërë shtetin e tyre. Ku, gjatë kësaj periudhe, për të përpjekjeve të tyre, janë paraqitur lloj-lloj plane e lloj-lloj marrëveshje, por asnjëra prej tyre nuk është implementuar. Një numër të madh të këtyre marrëveshjeve që ndërlidhen me palestinezët, unë i kam shpjegu dhe nda këto në videot e mia me ju. Nuk janë respektuar bile as rezolutat e OKB-s që të cilat flasin në favor të krijimit të shtetit të Palestinës, apo të them me këtë gjuhën përkatëse, për krijimin e 2 shteteve afër njëra tjetrës. Së fundmi, edhe pasi Netanyahu e pranoi planin, draftin, propozimin e Donald Trump, ai hiç më larg se të nesërmën tha se
kur nuk do të lejojmë që shteti i Palestinës të krijohet aty ku po kërkojnë palestinezët. Kjo është arsyeja e parë pse më bën mua të them se asgjë nuk dihet se çfarë do të ndodh deri më nesër. Spaku unë nuk mund ta jap konkluzën përfundimtare, megjithëse jam në rrjedha mbi baza ditore. Arsyeja e dytë është se qëndrimet e presidentit amerikan Donald Trump dhe të administratës së tij, siç i kemi pa deri më tani, janë të paparashikueshme. Ka ndodhur disa herë të ndryshohen qëndrimet, duke dhënë të kuptohet se presidenti i tanishëm amerikan, përveç që është president i superfuqisë botnore, ai është edhe biznesmen. Do me thanë, bën pazare për te i kufive të diplomacisë e njohur deri më tani, bën pazare, blen e shet vetëm sipas llogarive të veta. A i bie kjo se administratat e kaluara kanë marrë ndonjë veprim në dëm të interesave të shëbave apo Izraelit? Jo, natyrisht se edhe ato kanë qenë të tilla. Por gjuha disi u patu mësue, njerëzimi u pati mësu me një gjuhë karakteristike të diplomacisë amerikane, të diplomacisë në përgjithësi. Sot ajo gjuhë ka mbet në harres, disi ka dalë prej, mos them kolosegve, prej binarve të gjuhës diplomatike që është përdorur deri me ardhjen e Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Po, jo vetëm gjuha, po kanë ndryshuar shumë gjëra të tjera. Aq shumë sa e kanë zënë botën të papërgatitur. Le shtetet e vogla si na këto edhe 100 të tjera në përbotë, por i ka zënë të papërgatitur edhe shtetet më të fuqishme, mbase të them edhe shtetet më mike të SBA-ve. Megjithatë, edhe pse asgjë nuk mund të thuhet saktësisht, e prej meje nuk doni me priten lajme bombastike me tituje, me fjali të para sa për tërheqjen e vëmendjes suaj. Nuk e voj këta. Nëse nuk arri që ligjëratën ta bëj të pranueshme, të këndshme, të dëgjueshme për shkak të përmbajtjes së saj, atëherë çfarë do të më dohej mua aktrimi apo artikulimi i fjalëve dhe fjalive në atë mënyrë që jo, ta këshyri se çka ka thonë. Unë nuk e bëj atë. Thash nuk dihet, por megjithatë është ndezur një dritë shprehëse për ndaljen e masakrave dhe gjenocidit izraelit mbi palestinezët. Më parë, siç e dini, kur kam folur për marrëveshjen e Daytonit, kam thënë se sipas asaj marrëveshje, Bosnia asgjë nuk ka fituar. Ama bash asgjë. E nënshkruaj përfundi fjalisë se Bosnia me marrëveshjen e Daytonit asgjë nuk ka fituar për të ardhmen e saj. E vetmja gjë që konsiderohet si një fitore e muslimanëve të Bosnjës ishte ndalja e masakrave dhe gjenocidit që po e bënin ushtarët e generalet të ushtrisë serbe të inspiruara dhe të udhëhequra nga Slobodan Miloševići. Kjo ka qenë fitoria. E përmendi këtë për të tërhequr një një paralele me rastin e tanishëm të Gazës apo të planit të Donald Trump, e që do të mundohem në këta minuta të shpjegoj më në detaje. Tek rasti i marrëveshjes së Daytonit, bile edhe vet Alia Izetbegovići pati thënë se
kjo nuk është marrëveshja më e mirë, por ka qenë e vetmja e mundshme për ta ndalë vrasjen e popullit tonë, vrasjen e muslimanëve. Gjithsesi, plani i paqes i propozuar nga Donald Trump hap rrugën për bisedime deri në një marrëveshje të mundshme. Do me thonë, plani nuk është një zgjidhje përfundimtare siç po prezentohet herë gabushëm. U pranu marrëveshja, u arrit marrëveshja, ndoshta nga ngutia, ndoshta nga mungesa e përvojës së mjaftueshme për të përdorur terminologjitë përkatëse në lidhje me raste si ky i planit të Donald Trump. Do me thonë, plani, apo drafti, apo propozimi nuk është zgjidhje përfundimtare, nuk është marrëveshje, por është një draft i përkohshëm që synon ndalimin e përkohshëm të konfliktit izraelito-palestines. Plani meq përfshin 1. Ndërprerjen e armiqësive në Gaza, 2. Ofrimin e ndihmës humanitare në Gaza dhe 3. Angazhimin për të parandaluar pushtimin total apo aneksimin përfundimtar të Gazës dhe bregut perëndimor. Këto hapa, këto 3 pika janë ndër avantazhet kryesore të planit. Por, asgjë nuk është thënë në këtë plan, në këtë draft, çka nuk është thënë rreth sanksioneve nëse sanksioneve ndaj Izraelit nëse Netanyahu lund bisht dhe e refuzon planin. Njëherë i tha Trumpit se po, Izraeli e pranoi planin. Televizioni kanali 13 kanë media të ndryshme në Izrael, një pjesë e madhe e tyne e pritën këtë lajm të shokuar se si mundet Netanyahu të pranojë ndonjë plan pa qenë të informuar të tjerët në qeverinë e luftës dhe në rrafshe të tjera politike të brendshme të Izraelit. Megjithatë, ky plan u pranua nga Netanyahu për ta hedhur më pastaj topin në fushën e Hamasit dhe mendimi përsa i kam mësu lojrat e deritanishme të Netanyahut, mendimi im është se Netanyahu ka shpresuar, ka ëndruar që Hamasi ta refuzoj këtë plan. Njëjtë si kur rasti i Rambujes. Lutej Serbia, Miloševići që t'i pranonte kushtet që Bashkia Ndërkombëtare po ja ofronte, po ja qete mbi tavolinë dhe një ndër arsyet përfundimtare të fillimit pastaj të bombardimit të Serbisë ishte refuzimi i Miloševićit të asaj që po i afrohej nga faktori ndërkombëtar. Netanyahu të njëjtën e ka dëshiruar dhe i befasuar pastaj, pasi u dha lajmi mbrëm, sot në mëngjes nga qeveria izraelite dalin lajme, ju ipen medjave, se Izraeli ka filluar me njëherë punën për përgatitjen e ekipit negociator. Bile, sipas kanalit televiziv Kan, u tha se takimi i parë me ndërmjetësues midis Izraelit dhe palës palestineze, nuk përmendet aty Hamas, palës palestineze do të mbahet në Egjipt. U fol për sot ose për nesër dikur pas dreke. Nga Egjipti, kur e dëgjova këtë lajm, hyra dhe po i shikoj burimet egjiptiane, mediat kryesore të Egjiptit,
nuk ka një lajm të tillë, nuk gjeta diçka, por kjo është normale në rastet e këtilla. Në shumë shtete fshihet lajmi, nuk lejohet bile disa me ligj e kanë të rregulluar që disa lajme si bulten i koç ta quaj, mediat nuk guxojnë ta hedhin në opinion, përveç kur e bëjnë ata në rast shantazhi apo lufta politike mes partive atje pozit opozit. Shikuar në përgjithësi, opcioni i zgjidhjes mes dy shteteve tekstualisht nuk përmendet se refuzohet, por le të nënkuptohet se ky plan së paku në 20 vjet, bajeni mend, së paku në 20 vjetet e ardhshme nuk do të vije në konsiderim krijimi i shtetit të Izraelit, Palestinës bri Izraelit me kryeqytet Kutsin lindor. Në videon që do ta dëgjoni sonte në ora 22:30, kur do të flas për prapaskenat, të bëmat, të mirat dhe gjithë ato që i ka bërë Tony Blair dhe pikërisht në raport me lindjen e mesme dhe pikërisht Tony Blair zgjidhet, emërohet nga Donald Trump për koordinator të Gazës. Ju për tërheqë një fjali nga video që do të gjeni më pastaj. Gaza po shkon drejt rrugës së Kosovës apo Timorit Lindor. Timori Lindor dhe Kosova kanë shumë gjashmëri. Timori Lindor është shkëput nga Indonezia. Megjithëse që në përmbajtje kanë dallime shumë të mëdha. Ne nuk jemi shkëput nga Serbia, por ne jemi liruar nga robrimi që ja ka bë Jugoslavia dhe Serbia teritorit të Kosovës. Nga perspektiva e përmbajtjes ka dallime të mëdha midis Timorit Lindor dhe Kosovës. Po flas me terme teknike, se përsa jam duke e kuptuar, a do ta shpjegoj në ora 10:30 sonte në mënyrë të detajshme, përsa jam duke e kuptuar, kjo puna e administratorëve, e qeverisë teknike, e qeverisë fillestare që do të mirët me përgatitjen e kushtetutës, e të policisë, e pastaj të TMK-s, palestineza atje, pastaj të institucioneve të tjera, me pa të drejt të ketë ministri të jashtme, sepse ai organi ekzekutiv që do të udhëhiqet nga Tony Blair do ta ketë ingerencën e përfaqësimit të Palestinës dhe të palestinezëve në arenën ndërkombëtare. Ministria e jashtme do të jetë në dorën e ndërkombëtarëve. Njëjtë kështu ka qenë edhe me Kosovën. Ju kujtohet, unë në këtë kohë kur Kosova nuk kishte mundësinë dhe nuk i lejohej që të hapte konzulata dhe para vitit 2008 të hapte konzulata në përbot, Kosova pati ndërmarrë një farë hapi disi si hile sharaia, thuhet në arabisht, një farë taktike të quaj, i pat hap disa përfaqësi, zyret e odës ekonomike të Kosovës në botë, e atë botë unë u pata emëruar si përfaqësuesi i odës ekonomike të Kosovës në Dubai, e që kemi bërë brenda ingerencave dhe mundësive tona atë botë, kemi bërë punë të cilat më pastaj i bëjnë edhe konzulatat e dikura edhe ambasadat. Nëse e shikon atmosferën e krijuar tani pas pranimit të këtij planit,
nga ana e Hamasit. Brenda botës palestineze me njëherë ka filluar, mos ta quaj lufta, po ajo përpjekja tinëzare e autoritetit palestinez që ta merë situatën në dorë, që ky Mahmud Abbasi. Dikush mundet me më thonë që pse flet me tone kritike për Mahmud Abbasin kur ka qenë një kozavend si Yasser Arafatit e sene lider sepse është njeri i cili i fundit të ishte ky që e meriton ta udhëheq popullin palestinez. Të ligat që ja ka sjell palestinezve dhe problemeve të cilat ja ka sjell palestinezve autoriteti palestinez janë të mëdha, janë të tmerrshme, janë të përgjakshme. Rasti i Gazës tani lind dhe është rezultat edhe i mohimit të së drejtës së popullit palestinez ta votoj dhe ta zgjedh atë që dëshiron. Hamasi i Ahmed Yasinit, ish liderit të Hamasit, i fiton zgjedhjet në mënyrë spektakolare në rripin e Gazës dhe në bregun perëndimor më pak. Por pikërisht që ky Mahmud Abbasi kërkon ndihmën e jashtme të faktorit ndërkombëtar për anulimin e zgjedhjeve dhe mos lejimin që Ismail Haniyeh, i vrarë në Iran nga dronët Izraelit, përderisa ishte në një vizitë atje apo në promovimin e presidentit të ri, nuk e di çfarë pa qenë evinemente, po e merr qeverien Ismail Haniyeh dhe më pastaj, mëson me dhunë, por e merr, e krijon qeverin, por që e detyrojnë të jep për ndërheqje dhe të bie poshtë qeveria palestineze e zgjedhur me vota të lira. Unë këto nuk jam, përderisa flas për lindjen e mesme për atë, nuk jam, të fol në rolin e simpatizantit apo militantit të njerit krah apo tjetrit. E them këtë se të disa për ju, të shumë për ju mund të të akustika e fjalëve të tingëllojnë fjalët e mia si diçka, ky po flet në favor të Hamasit që çka tha, nuk e pas mi ditë të nuk është thënë gurku. Po natyrisht se nuk është thënë. Mediat në botë e tek ne natyrisht kanë qenë në influencën e qëndrimeve perëndimore në raport me Palestinën e me Izraelin. Tek së fundmi tani kur kanë fillu këto rrjetet sociale, portalet ka dalë jashtë kontrollit, ta them shtetnor, informatika, njerëzit kanë fillu me i kuptue dëgjana ndryshe nga që i kanë ditën më parë. Shefi i shtabit të përgjithshëm të Izraelit, Eyal Zamir, sot para orës 12 ka udhëzuar ushtrin të përgatitet për zbatimin e fazës së parë të planit Trump. Fazës së parë. Ajo harta që e pata vizatu kështu me gishta para juve, ajo harta e parë, vija e kuqe, pastaj vija e verdh, pastaj vija e kaltërt, e verdh, e kuqe, pastaj ato vijat që e ndajnë Gazën prej Izraelit. Ky qëndrim, apo kjo thirrje, apo ky lajm në lidhje me Eyal Zamirin, këtij lajmi më pastaj i pason edhe
një qëndrim i ri i Netanyahut, ku thuhet se në një bised telefonike apo në përmes ndërmjetësuesve me Donald Trump e bisedojnë mënyrën e qasjes së re tani më pas vendimit të Hamasit në lidhje me Gazën dhe Palestinën. Kur po I përmendi këto gjana, diçka shumë sene po më vinë në për kokë. A thua për një mend e ndalen luftën për shkak se e panë se u bo bëll, pas ka qenë e programume që kaq 10.000 palestines të vriten, që kaq 100.000 të plagosen, që kaq 10.000 e ndoshta 100.000 të sëmur e fëmijë të vdesin në të ardhmen nga smundjet e të mbesin me trauma, apo e dyta, më falni, e panë që është e pamundën me e zhduk Hamasin me mënyrën siç pati premtuar Netanyahu. Apo, e panë se u pase, jam ma modest, u pase Izraeli është duke shkuar drejt falimentimit. Politika e brendshme, ekonomia e brendshme, nuk po arri me I boe ka 2-3 video në dite, edhe të mendu se ju rëndoj, po edhe ko s'po ka të mjaftueshme, me pas folën për tragjedit në plot kuptimin e fjalës që janë duke I ndodh shoqërisë izraelite brenda kufive të Izraelit. Humbjet ekonomike të Izraelit janë të paparashikueshme. As në Washington nuk kanë mujt me e parashikue se kaq shumë humbje do të pëson Izraeli. Le humbjet ekonomike, humbjet në rrafshin social-kulturor, mbi 240.000 ushtarë dhe civil izraelit janë duke u trajtuar, janë duke marrë trajtim të vazhdueshëm psikologjik. Një shoqëri afër 1 milion njerëz brenda Izraelit kanë nevojë për trajtime serioze. Familjarët e ushtarët të cilët ndrohen, ata mësues, ata dashnor, ata vlezër, ata farefes, ata bashkëpartijak, bashk ideologjik. Të gjithë janë pjesëmarrës në traumën që është duke ju ndodhur ushtarëve në front. E them me përgjegjësinë më të madhe se humbjet ushtarake të Izraelit në luftën e tij dhe në gjenocidin që e ka bërë në Gaza janë shumë herë më të mëdha se që I keni pa ju deri më tani. Mos them jo, po I kemi pa deri më tani. Me mira tanke e automjete të blinduara janë shkatërruar. Me mira, jo me qindra. Me mira tanke plus automjete të blinduara, mjete ushtarake, Hamasi I ka hedhë në erë, I ka shkatërruar. Tjetra, çka është më e rënda për Izraelin, imazhi I hebrejve në arenën ndërkombëtare. Populli hebrej do ta ketë shumë të vështirë që ta kthej rrotën e historisë prapa para 7 tetorit 2023 për të thënë botës se ja po bohet antisemitizëm, ja holokausti, ja Hitleri, ja ka teori që flasin se
ka qenë marrëveshje, konspiracion ndoshta, nuk e di, por shkruhet, kur them shkruhet, unë i lexoj ato që janë më serioze, jo portale shkeleshko, që ka qenë një farë marrëveshje si në tavolinë për që Hitleri, Gjermania naziste, të bën atë që ka bën mbi një numër të caktuar të hebrejve, në mënyrë që hebrejt pastaj në raporte dhe biseda sekrete me anglezët pas përfundimit të luftës së dytë botërore të kenë fuqinë morale dhe ligjore në marrëdhënie ndërkombëtare për të kërkuar domosdo krijimin e një nënpullazi, e një adheu hebrej, dhe si rezultat krijohet Izraeli. Një teori. Pra, imazhi i hebrejve në botë është rënue. Vështirë e kanë me kthye. Me qindra kompani të cilat kanë ndihmuar ose e kanë mbështet ose kanë qenë në anën e Izraelit në këtë luftë, në vendet arabe muslimane janë mbyll. A mund të imagjinoni se Carrefour francez i ka mbyll me dhjetra pika në vendet muslimane, e thuaj se është po tërhiqet nga të gjitha vendet arabe. Në pyetje nuk janë miliarda, por janë qindra miliarda dollar që Carrefour ka fitue në vendet muslimane. Edhe kompani të tjera. Përveç kësaj, Hollywood, institucionet të ndryshme, shoqata, fondacionet të ndryshme, reklamat të ndryshme, duke e pa dhe këtë flotiljen, ty bas vet nuk e dia flotilje. Unë njënim kish kritiku, sigurisht, ndoshta me drejt, nuk ka flotilje po flot. Unë e di që ka flota, po kej flotilje edhe unë flotilja e shkrova dhe folja me këtë emën. Flotilja së mund, si thash në video atje, është manifestimi më i madh civil në botë që është bërë ndonjëherë si përbashkësi gjithkombëtare. Sumut do të thotë rezistencë, po të përgjigj në aty që më kishe pyet në koment. Sumut nga arabishtja, e pse ja kanë lënë këtë emën kur iniciativa ka qenë prej perëndimit, nuk e dije, po sumut. Mirë po, sumutin e ndalën. Bloki u thy hinën disa mrena. Njërë simbolike e thyn rrëthimin e Izraelit që ja ka bo Gazës. Por, flotilja tjetër, flota tjetër, është nisë prej Sicilis, edhe është në ujrat e Mediteranit duke shkuar atje. Flota është, meq, një simbolik e fuqishme që kurrës kish mujt me ju shkue njerëzve ndërmen se vje dita që e gjithë bota demokratike, bota e lirë do të rreshtohet ashpër kundër Izraelit. A dini çka do me thonë kjo? Qitë ne kështu mbi lëkurën tonë, Kosova, shqiptarët të qohen prej krejt botës edhe të jenë kundër neve. Dikush nga ju më do të me thonë, po çka tek e fundit, Izraeli me Amerikën është mirë, edhe jo, nuk është e mjaftueshme. Unë e shpjegova atë natë. Legitimiteti i një shteti nuk matet me fuqinë ushtarake që ka, apo edhe me aftësinë për ta binë dikën se ka të drejtë në veprime që është duke i marrë. Legitimiteti i një shteti matet sidomos me pranimin tënd në
nga faktori ndërkombëtar, nga institucionet përkatëse ndërkombëtare, duke filluar nga ato financiare e deri te diplomatike. Legitimiteti i Izraelit sot është njëjtë sikur imazhi i tij i rënë për tokë. Është duke mbajtur gjallë në këmbë vetëm shtyllat apo raketat apo nëndecet apo ato bomba e barot që e merr prej Amerikës. Dhe kjo pra, kur pyeta për neve, nuk do të ishte e mjaftueshme. Do të ishte shumë vështirë për neve si Kosovë apo si Shqiptari e gjithë bota të brohorit kundër neve dhe ne veç pse jemi mirë me një shtet, në këtë rast me SHBA-n, mos ta shtramojmë kapuçin. Nuk është e mjaftueshëm. Shikuar kështu si analizë, pak ma nga një perspektiv tjetër. Problemi nga që fola, problemi i planit Trump në këtë rast, nuk qëndron tani, nuk ka problem i planit Trump Hamasi, por është i gjithë populli palestinez. Me gjithë që Mahmud Abbasi ja ka nis me livrit vizi me një herë, me bo kushtetutën e re, i kish rendit do kushte aty se nuk kanë me pas të drejt me në zgjedhje ata që bie ndesh me organizatën e çlirimit të Palestinës, me autoritetin palestinez, për kështu e ka thjesht krejt çka kish folën njerëz të cilët mendojnë se rezistenca ushtarake kur ka nevojë për krijimin e shtetit të Palestinës do të del prej lojës. Pra, problemi tani është këto ai faktori popull palestinez, pavarësisht përkatësit e tyre fetare, apo partijake, apo ideologjike, apo të rrafsheve të ndryshme të tjera sociale. Natyrisht, përveç klikës se Mahmud Abbasit, njeri i cili nuk ja tërheq vërejtjen fare ambasadorit të tij në Beograd, kur flet në dëm të shqiptarëve. Veç pse është ambasador atje, Mahmud Abbasi do të duhej të reagonte dhe qeveria palestineze, që kjo qeveri, çfarë qeverie, ma qeveri u konë Hamasin Gaza, se këta rrogat i marrin për Izraelit, paret i kanë për bankat e Izraelit. Ky plan, meq, nuk i trajton palestinezet si tërsi, apo të them ma troq, si qenje njerëzore, normale, me të drejta themelore, që edhe ata duhet të pyeten se çfarë të bëjmë bashk për ta hec procesin përpara. Përkundërzi, plani sipas meje përpiqet ta zgjeroj fushën e trajtimit që e bën Izraeli për të rrafshave ushtarake deri në palc të qenjes palestineze. Izraelit me këtë plan, po flas së paku në 20 vjetet e para, Izraelit i është dhënë e drejta apo një farë legitimiteti i tillë që ai të jetë vendimmarrës. Sepse këta njerëz, po e përfundoj, sepse këta njerëz të cilët e kanë propozuar këtë plan, dhe këta njerëz të cilët janë emëruar për administrator të Gazës, janë pikërisht këta të cilët e kanë lejuar, financuar, ndihmuar, mbështetur, ndajtur afër Izraelit deri në këto momente teksa po flas.
Asnjë shtet arab nuk është konsultuar. Ndoshta ato ekipet që punojnë në ndhej, deep state e vendeve arabe që punojnë kundër interesave të popujve arab. Ndoshta janë konsultuar, është marrë mendimi i tyre. Por në rrafshe politike, të hapura publike, askush nuk është konsultu e as pyetur. Andaj jem befasua kur ju ka dalë për mi tavolin ajo, dhe jem befasua dhe mazi kur e kanë dëgjue në media çfarë. I vetmi vend i cili reagon dhe i tregon botës se planin të cilën e dëgjuam tani dhe po e dëgjon bota me veshët e saj, është tjetër nga ajo që neve na ka hedhë Trump në tavolin atë ditë kur mi ul me bisedue. Asnjë vend arab, asnjë lider arab, asnjë lider musliman tjetër në botë që ka qenë prezent aty, ndjatën çmajt e përpara, nuk i tregon botës se u lojt një lojë e rënd në disfavor të palestinezëve. Pra, mund të ketë pas njerëz që janë konsultuar. Nëse palestinezët nuk janë konsultuar fare, nëse arabët nuk janë pyetur fare, nëse nuk është marrë në konsiderat përpjekja afër një shekullore dhe masakrat e genocidet afër një shekullor mbi palestinezët, çfarë mund të pritet prej këtij plani? Po, e di rregullin e pajtimit të gjaqeve. E di se kur dy individ nuk mund të zgjidhin problemin të cilën e kanë ndërvete, në rast se pala tret intervenon si ndërmjetësuese apo pajtuese, pala e tret nuk i merr përballë kërkesat dhe nevojat e dy palëve ndërluftuese, konfliktuese. Shumë herë ndodh që të jepet krahu më të fortit, se i forti bën probleme më shumë. E di këtë rregullën, por tek rasti i Palestinës, i Gazas, me këtë plan, jo që as kjo nuk është evidente, por bëhet pikërisht dhe vetëm sipas kërkesës dhe interesave të Izraelit. Shihemi në ora 10:30 sonte, natën e mirë.